حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم الطحاوي رحمة الله عليه: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. Dhe në lutjet e të gjallëve dhe në lëmoshën sadakan e tyre, përfitojnë nga to të vdekurit. Jemi pra një teme që ka të bëjë me atë se a thu të vdekurit përfitojnë nga të gjallurit apo nuk përfitojnë. Dhe nëse po, atëherë me qka? Me cilat vepra përfitojnë të vdekurit nga të gjallët. Prej kësajna, pastaj gjejmë edhe përgjigjen rreth asajna se me qka mund t'ju ndihmojmë ne të vdekurve tonë. Pyetje kjo që parashtrohet shumë herë dhe shpesh herë prej popullit tonë dhe gjithandej në përbot tek muslimanët. Andaj, kjo është një prej temave të cilat do të me folur pak më gjatë për te dhe me sqaru. Në veçanti kur jetojmë në një zaman, në një kohë ku janë shtuar fetfat rreth asaj se të vdekurve mundesh me ju ndihmue me shumë qka, apo nuk mundesh me ju ndihmue me kurqo. Pra, është mesele që ka ekstreme në ty dy palët, në ty dy antë. Apo ka gjërat të tepruara. Andaj e vlen me folme të pak ma gjatë dhe duke pështetur të madhe të Allah, themi. I gjithë ehle sëneti dhe gjemati. E ne jemi duke spjeguar akiden e ehle sënetit dhe gjematit. Që të gjithë ata kanë rani ujdi se të vdekurit përfitojnë prej të gjallëve në dy çështje. Të vdekurit përfitojnë prej veprave të gjallë në dy çështje. E para, aja që ka të vdekurit e kanë punuar vetë sa kanë qenë gjallë. Apo janë bo shkaktar për atë punë të mirë sa ata e kanë gjallë. Për shembull, sadaka xharie, se që është rasti, fjala vjen kur njeriu gjatë jetës së tij e ndërton ndonjë xhami, ndonjë shkollë, ndonjë spital, ndonjë kru burim të ujit, shtron rrugë, ndërton shtëpia fokarave, jetimave, apo e lën pronën e tij vakuf, ku me pas përfitojnë njerëzit për asaj prone, qoftë edhe varrezat muslimanëve dhe çdo hajrat tjetër që muslimanët përfitojnë prej saj. Kjo quhet sadaka xharie, sadaka rrjedhëse, që rrjedh se vapi shpërblimi prej saj përderisa ajo është në shërbim të dikujt. Në ndë dija dobishme, e që është për qëllim përhapja e dijes, duke u mësuar njerëzve hajrin, dijen, në fushat të ndryshme, e futet në të përpos mësimit drejt për drejt, nga alfabeti, nga shkronjat, deri tek meselet më të koklavitëra, më të randa, drejt për së drejti, futet gjithashtu edhe shënimi librave, botimi, shpërndarja e tyre,
botim dhe shpërndarje revistave të ndryshme, kod sodit e CD-jave, ligjëratave të ndryshme, formave tjera, prej të cilave përhapet daveti, përhapet tia dhe përfitoj njerëzit prej saj. Krejt kjo futet në grupin e dijes së dobishme që përfiton i vdekuri prej saj, pasit vdes. Nëntre, lutja e fëmiju të mirë për prindin e tij, e që është për qëllim dhe kjo është shumë më rëndësi, e tëna këtu janë më rëndësi, sepse krejt ne kemi me vdekur, dhe krejt ne jemi shumë të kujdes shumë, që të përfitojmë sa ma shumë kur të vdesim, në veçanti pase që matje së në bën punë të mira, me në rrjedh diçka për kësaj dënjaje, është më rëndësi me eduku fëmijën mirë në rrugën e Zotit, që ai pastaj lutet për prindin e tij pasi që prindi të vdes. Edhe thuj dash me fjalë tjera, ti ke vdek, por nëse i ke njërin prej këtyre 3 veprave të mira, sadaka xharie, dijen e dobishme, apo vladin e hajrit, ti de facto e ke lanë një qeshme, 2 apo 3 qel hapur, të cilat të rrjedhin ty sevap pa ndërprej, ani pse ti ke shku në heret, dhe ndoshta me qindra vite jenë ba, për dësa pun e për fëmisat është fëmiju gjallë, bile edhe nipin e se vazhdo në rrugën e fëmijut, se ti e bo sebeb, edhe kështu më radha e mund të zgjatet. Krejt këtu të trija i përmbledh pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith të vërtet, ku thot idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min 3, kur vdes biri i Ademit, i ndërpriten punët e tij përpas 3 gjërave. Sadaka xharie, apo dia nga e cila përfitojnë të tjerët, apo fëmiu i mirë i cili lutet për te. Çështja e dytë, kjo është e para, çështja e dytë që ka përfitojnë të vdekurit prej tyne, është atë që ka punon dikush për te, pas vdekjes së tij në disa drejtime. E para, kur ai punon vetë, drejt për së drejti, apo indirekt bëhet shkaktar e që të seken atu. E dyta, ajo që ka punon dikush për te pas vdekjes së tij në disa drejtime. Krejt po flasim për atë që ka ndra konsenzus ulemaja musliman ehli sunnit dhe xhamati. Sadakaja për të vdekurin, pra në disa drejtime. Sadakaja për të vdekurin, doja e muslimanëve për të vdekurin, istighfari i tyre për të me kërku falje, me falë Zotit të vdekurit. Pastaj kryerja e haxhit për të vdekurin. Që të gjitha këto i shkojnë të vdekurit. Dhe prej tyre i vdekuri ka sevap, ka shpërblim. Kjo, thamë është konsenzus, el ijma, në ujdi, krejt ulemaja musliman të ehles sunnetit, me përjashtim të diskutimit të tyre rreth haxhit, se a i shkon të vdekurit sevapi i haxhit, apo veç bie obligimi i haxhit që e ka pas. Këtë dytën, obligimi i haxhit bie, por s'ka sevap i vdekurit, se s'ka shku vetë, sa ka në gjallë, e ka Muhammed bin Hasan al-Shaybani, nxënësi i Ebu Hanifës. Ndërsa krejt të tjerë thënë jo, edhe borxhi i kryhet, po edhe i vdekuri ka sevap, atina i shkon sevapi. Që e ke botin haxh, atina i shkon sevapi atje, anë pse ai tash ka vdekur. Për të gjitha këto, pra, edhe për sadakan për të vdekurin, e doan muslimanëve për të istighfarin për të vdekurin, edhe haxhin, për të gjitha këto ka argumente të shumta. Ndërto, hadithi Aishës radhiyallahu anha, se një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, nana ime më ka vdek pa pritmas, befasi. Nuk ka lanë asnjë testament mas vete." E mendoj se sikur të kishte pasur mundësi të flas,
Pra me ka nërë vdekjen nga dalë, smundje vdekjes e tjerë, për ka ardhë befasi, se kur kështë pas mundësi të flasë, do të lënte diçka sadaka për vete. Fjala sadaka gjarje, la ilaha illallah. Pra do kështë të menu dhe për vete, masë të vdes, e jo veç për neve. E muslimani i mirë, është ai cili mendon për vete, e zotën e smenën për vete, e qka menon? Për botën tjetër. Të ka dhanë Allahu të mira në këtë dynja, mundohu me lanë ndonjë sadaka për vete që të rrjedhë pas e të vdes. E mos rrin në mëd e në shpresë të pasardhësve tu. Ata ndoshta e japin për ty diçka dhe Zoti shpërbleft edhe ata, po ndoshta nuk japin për ty. Po ndoshta dojnë me dhanë, por se kanë mundësinë me dhanë, kështu që i jep për vete. Pra ky po thotë nana jam, mendoj, mendimi i tij që ka njoftë nanën, me pas mundësi me folë në smundjet vdekjes, momentin që ka ardhur vdekja, kish lanë sadaka gjarje. Kish lanë sadaka për vete. Tash kjo po pyet. A i shkon asaj sevapin nëse unë jep sadaka për te? Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha po. I shkon asaj sadakaja nëse ti jep për te. I jep sadaka për nanën e saj, për nanën tonë. Pra, kë hadith për jep me kuptu qartë se nëse fëmiju i jep sadak për prindin, apo kush do qoftë, për kënd do qoftë, ati i pranohet edhe shkon sevapi për atë vdekur. Andaj, për posni që kemi të drejt me dhanë sadak për prindët tonë që kanë vdekur, qoftë edhe një hurme, qoftë një kafshat buk, qoftë një gotë ujë, qoftë një dinar, qoftë dhere sa ndo një objekt i madh. Gjithashtu edhe për musliman të tjerë, për vëllezërit tanë, për këtë musliman, me bon jetë sadaka për vëllezërit e tu musliman, e nuk është kusht veç për nanën e për babën. Për atë arsye Allahu ka thënë Kur'an: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbena ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dhe ata të cilët kanë ardhur pas tyre, gjenerat pas gjenerat, nipat e stërnipat, thonë: o Zot falna neve, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dhe fali vëllezërit tanë të cilët kanë qenë para nesh, kanë qenë musliman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. O Zot falna neve edhe fali ata që kanë qenë para neve. Pra më lut edhe për vëllezërit musliman të cilët kanë qenë para nesh, e jo veç për vete, edhe jo veç fëmiju për prindin. Një të ngjadhe sadakaja. Me çka Allah i lavdrejta besimtar, pra të cilët bien në istikfar dhe kërkojnë falje për ata që kanë qenë para tyre. E kje i bie se i vdekur i përfiton nga doaja dhe nga istikfarit të vdekurit, i të gjallit. Pra nga sadakaja, nga istikfari. Osmani radiallahu anhu, pra im duke të cekur argumente lidhe me këto që përfiton i vdekuri. Osmani radiallahu anhu thëtë se pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e përfëdon të varrimin në ndonjë të vdekuri, e mlojnë me dhe, e shtinën varë dhe mlojnë, thashtë alayhi salatu wassalam: istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Bini istikfar për vllaun në ju, për këtë vdekur, dhe kërkoni prej Zotit ta forcoj atë, sepse ai tani do të pyetet, tani, të mlu halapa përfundu krejt, apo halapa i shkon durt prej dheut që e ke mlu të vdekurin. Lutnës bini istikfar për të thoni Allahumma ighfir lahu warhamhu, o Zot fale, o Zot mëshiroje, was'alu lahu tathbit, dhe lutni Zotin me forcu, o fjala me forcu se tash i vijnë me laçet, dhe e pyesin atë kush o Zoti yt, e cila është feja jote,
edhe cili është pejgamberi yt sallallahu alaihi wasallam, e atë që ka forcu Allahu e përforcon, ai let përgjigjet, ndërsa atë që nuk e forcon Allahu nuk mundet mu përgjigj. Pastaj gjithashtu, për argumenteve është duaja për të vdekurin kur ne vizitojmë varrezat, që është na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur të kalojmë pranë varrezave të themi Assalamu alaikum ahle diyari min al-mu'minina wal-muslimina wa inna insha Allahu lillahiqun as'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Pra me lutë Allahun për të vdekur, mi dhanë selam, dhe mi lutë për ata që janë ato varreza. Gjithashtu, konsensusja po ligjma i krejt dietarëve islam se i vdekuri përfiton nga duat të gjallëve që i bojnë gjatë faljes së namazit të gjenazes. Krejt muslimanët, katëran të botës, i ja falin namazin e gjenazes të vdekurit. Pse? A përfiton ai për aty në duave? Ne po bim istikfar për te, po falenderojmë Allahun, po bim salavat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj po lutim për të vdekurin. Edhe këtu po i ndajna me tekbir. Po marrim tekbirin e parë fillestar për me hyje në namaz të vdekurit, për të vdekurin, pastaj falenderojmë Allahun e madhruar sa ati për këtë falenderimi, pastaj marrim tekbir dhe kalojmë salavat të pejgamberi alayhi salatu wassalam, që Allah na ka urdhëruar me ra salavat mbi te, pastaj marrim tekbir për me nda, dhe sigurisht çatet dhe shkojnë atë të duaja, të lutja për të vdekurin dhe bojmë dua për te. Pra, krejt ulemaja, pas një kundërshtim, fjala gjithmonë e Ehlusunnetit dhe xhamatit, kanë rani ujdi se i vdekuri përfiton prej duave dhe lutjeve të gjallëve që i bëjnë gjatë namazit të gjenazes. Dhe këtë konsensus, apo këtë elijma, e cek Ibn Abil Izz el-Hanafi, në komentimin e tij të Imam Tahavijut, pastaj e cek Imam Newaviu, i cili thot sadaqaja për të vdekurin, i shkon sevapi gjithashtu dhe duaja për të, pastaj e cek Imam Ibn Taymije, Allah e pas më shruku mes tjera, thot, është vërtetuar me sunet mutawatir dhe me thonë shumë sahabe kanë transmituar, pastaj me ijma, me konsenzus të ummetit, se ne falemi për të vdekurin, se ne lutemi për te, bim istikfar për te, gjithashtu është vërtetuar nga selefët se i vdekuri përfiton nga sadaqaja të gjallit për te. Këtë konsenzus gjithashtu e cek edhe Ibn al-Qayyim, Allah e pas më shëruar, në librin e tij Kitabu ar-Ruh, shpirti, e që është një libër shumë i famshëm dhe i njohur. Këti konsenzusit të lartë përmendur, i bashkangjitet, apo i bashkohet edhe kryerja e haxhit për të vdekurin që është cek më lartë. Ka ardhur një grup e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thonë, ja Rasulullah, nana ime ka bobesht zëtuar se ka për ta krye haxhin. Mirë po vdeq para se me kry haxhin. A ta kryu në haxhin për te? Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, po, krye bënë haxhin për te. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, për me qetësu si duket këtë gruan. Po sikur të kishte pas nana jote borxh të kësaj dynjaje, e ti mja kanë kry borxhin e saj, a ju kishte pranue ai borxh? Tha, po, pranohet. Edhe logjikisht, nëse dikush, nëse i afërmit që ka vdeki, ka borxh filanit, edhe të shkon dhe ja lan borxhin, ai nuk thot, jo s'ti pranoj për teje, po i du pe atit vdekurit, thot, s'ka problem, faleminderit që ma lave borxhin, e pranon. E pastaj pejgamberi thot sallallahu alaihi wasallam, o borxhi Allahut është më rëndësi të lahet, fedejnullahi haq, borxhi Allahut ka më shumë hak me ula apo me u pagu. Ali, këtë ishte përgjigje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, këto hadithe
janë të vërteta dhe të tjera tregojnë qartë për atë që cek më herët. Sa i përket, ecëm edhe pak në lidhje me këtë temë, përfitimit të vdekurve prej të gjallëve. Sa i përket adhurimeve, ibadeteve trupore, agjerimi për të vdekur, që i ka me dhe shumë herë, shumë kujtmet i jetë agjerimi bërqë. Leximi Kuranit për të vdekur. Dhikr, me përmend Allah për kujtu për të vdekur. Rreth këtyre, sa përfiton i vdekuri apo jo, kanë diskutuar ulemaja, pra i shkan sevap apo nuk i shkan. Ma herët, ke konsenzus u i di ato që atëseken. Ato dy çështje, se cila e degëzuar. Ndërsa kje që quhen ibadetet trupore të trupit, këtu ulemaja e ehl sunetit janë nda. Përderisa shumica dërmuese ulemave, ndërta edhe Abu Hanife dhe Imam Ahmedi, janë të mendimit se vdekuri përfiton prej tyre. Përfiton prej agjerimit, përfiton prej leximit Kuranit, përfiton prej dhikrit të vdekurit. Përballë kësaj, apo përballë këtij mendimit, e gjejnë Imam Malikun dhe Imam Shafiun, të cilët mendojnë se nga to nuk përfiton i vdekuri me përjashtim të agjerimit. Ku i vdekuri përfiton nga agjerimi të gjallit për të vdekurin që i ka mbetur bërgjë. Andaj, ja vlen me sqaru këto pak më në detaje. Sa i përket agjerimit për të vdekurin, themi se nëse njeriu e prish agjerimin me arsye të justifikuar, smut, në udhtim, e prish me arsye që ka leju Allahu, lindje, arsye justifikuar, e pastaj vdes pa e kompenzu qatë agjerim. Pasi që ka pas mundësi me kompenzu, a i vdes duke pasur bërç, ka vdik me bërç. Sepse, mi kon vazhdu atina smundja, deri sa të vdes. Nuk është dhënë mundësia me bë kaza, nuk ka vdek me bërç. Pra, nëse smuhet ndonjë plak i hyni, apo i ri, sa është përësi plak një musliman, në Ramazan, krejt apo një pjesë të Ramazanit. Dhe kale Ramazani, po e prishin Ramazan, një pjesë të Ramazanit, qoftë edhe një ditë. Dhe ai pa shpresën që po shërohet, e pastaj me agjeru, por nuk u shëru, deri sa vdeq. A kem obligim ndaj tij diçka? Asgjë s'kem obligim. Të njëjtën gjë, apo ka qenë udhëtar musafiraj, dhe e ka hënë Ramazanin një pjesë të tij. Por vdeq, pa e dhanë mundësia atina për me agjeru Ramazanin. Erdhi te shtëpia, apo vdesh në udhëtim krejt atje, apo erdhi në shtëpi, ditën e Bajramit që shpirt. Në Bajram s'ka mund të më nis me agjeru, o do të më sandej edhe vdeq. Pra, në kësa raste, çka duhet me bë për agjerimin e atij personi i cili i ka mbetur bërç duke pasur mundësi me agjeru, por e ka neglizhu, e ka shty derisa ka nxanë vdekja. Ulemaja këto kanë diskutuar dhe janë ndarë në dy mendime. Mendimi i parë është me dhanë për të sadaka. Ashtu si që japëm sadakatul fitrin për agjerim që ne që agjerojmë. Me dhanë për të sadaka. Vetëm se këtu japëm për çdo ditë sadaka. Për çdo ditë japëm nga një sadaka e që i bie gjysmë sa nga gruri, apo një sa nga hurme, apo nga elbi. E një sa është dikon 3 kg e 261 miligram, e ka mendime pak më ndryshe. Hurme, grur, elb, gjëra ushqimore. E që me shujtje i bie 2 shujtje mesatare në ditë.
Pra, jo me agjeru për të vdekurin, borçi mjalla po, por jo me agjeru, por me dhonë sadaka për te. Dhe kjo është mendimi shumicës dërmuese të dietarëve. Kështu mendon Aisha radiallahu anha, pastaj Abdullah ibn Abasi, pastaj Ebu Hanife, Maliku, Shafiu në mendimin e ri, se Shafia ka shkollën e re dhe shkollën e vjetër juridike, e që është bazë në medheb. Shkolla e re juridike është bazë në medheb të Shafiu, pastaj Imam Thauriu, Evzaiu, Leithi dhe të tjerë. Krejta janë për mujtehidave, burrave të mëdhej dhe dietarëve të mëdhej. Këta me këtë mendim e marrën për bazë hadithin e Abdullah ibn Abbasit, i cili thot: La yusalli ahadun an ahadin, wala yasumu ahadun an ahadin, walakin yut'imu anhu makana kulli yawmin muddan min hintatin. Askush nuk falet për askan, as nuk agjeron askush për askan. Namazi nuk bëhet për kërkan, e as agjerimi nuk bëhet për kërkan. Secili agjeron për veten e vet, edhe falet për vetveten e vet. Por ushqen për te nga një mut me grurë. Kjo është mendimi i parë sa i përket agjerimit për të vdekurin. Mendimi i dytë se i gjallë respektivisht familjare, trashëgimtare, duhet të agjerej për të vdekurin. Kështu mendojnë disa dietarë se Tavus, El-Hasan el-Basri, Zuhriu, Qatade, Ebu Thauri, Davud al-Dhahiri. Dhe kjo është mendim i Shafiut në shkollën e vjetër juridike dhe i disa hambelive, edhe këta dietarë të mëdhej, por nuk janë shumicë. Këta argumentojnë me hadithin e Aishës radiallahu anha, e cila ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men mate wa alaihi siyam sama anhu walijuhu. Ai cili vdes dhe i ka metë bërç nga agjerimi i tij, agjeron për të kujdestari i tij, djali, vllau, kujdestari ose baba për evlad nëse i vdes. Gjithashtu marrin për bazë hadithin e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, i cili ka thonë: Një gruaj të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i tha: Nana ime më ka vdek. I kam betër asaj bërç një muaj Ramazan pa e agjeruar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: Po sikur të kishte mbetë nanës tane bërç nga të hollat paraja, a ja kishe pagu ti? Tha po. E pejgamberi tha: Patër paguja dhe borçin e Allahut. Borçi Allahut ka ma shumë hak. Hadithe këto të cilat qartë tregojnë legitimitetin e agjerimit për të vdekurin, në mënyrë që ati që ka vdek të lahet borçi. Mirë po, ulemaja mendimit të parë ju kanë përgjigjur këtyre argumenteve me përgjigje të ndryshme, ndërto edhe të që ka ceki Imam Tahaviu. Dhe kjo pikë është tepër më rëndësi, jo çështja e përgjigjes, por çështja e asaj se shumë herë na vineve hadithe të qarta në një mesele që ashtu që nëse nuk i shikojmë rrethanat e tjera, na imponohet të punojmë apo t'jap fetva me to, por më vonë e kupton se nuk pas ka qenë ashtu. Sikur se këto dy hadithe që e kemi, këto janë qarta, se vdekuri, se i gjalli duhet të agjeroj për të vdekurin. Kështu po kuptohet për hadithit e Abdullah ibn Abbasit edhe hadithit e Aishës radiallahu anha. Mirë po lemajën përgjigje të ndryshme, ndërto, thash ata që atësek Imam Tahaviu thot: Ne i kena lanë këto argumente dhe nuk kemi punuar me to. Ne, këta shumica dërmuese ulemave. Nga se ne e dim se në këtë mesele, argumentet e ardhura janë vetëm nga dy sahabi, Aisha dhe Ibn Abbasi, që të seken më lartë. Pastaj thët ne kemi gjetur se këta mukta të dytë, edhe Aisha edhe Ibn Abbasi, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së tij, e kanë ndrru mendimin respektivisht fetvan dhe kanë dhënë fetva të kundërt.
Ka dhënë fatva të kundërt me ata që kanë transmetuar vetë. E ata të dy janë besnik dhe të sigurt në ata që transmetojnë, s'ka mundësi me transmetu diçka ndryshe e me dhanë fatva ndryshe, nuk ka mundësi sahabiju, sepse ata janë shumë të sinqert, por ka një urtësia të pse me ndru mendimin e tyne. Nga kje thot Imam Tahaviju, ne kuptuam se ata të dy, pra nuk kanë mundësi ta lënë atë që kanë dëgjuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, përpos me kalon ndonjë mendim tjetër më të fortë që kanë dëgjuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. E pastaj vazhdon edhe me të Imam Tahaviju në këtë përgjigje derisa thot e një gjë e tillë nuk ka mundësi të ndodhë nga ata dy, nga pra Aisha dhe Ibn Abbasi, pasi që është vërtetuar të këta nësih anulimi aty në dy haditheve që dëgjuam nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për ndryshe, po të mos ishte kështu, atëherë ata të dy nuk do të ishin të drejtë edhe besnik. Qysh bëhet mistifikue, jep fatva, transmeton ndryshe, jep fatva ndryshe. Përpas që të ta është vërtetue, një hukum vendimi këtyre dy haditheve se janë anuluar, janë bën nesх. Dhe sahabiu, kur kupton se është bën nesх, ani pse ka transmetuar saj, kur transmeton sahabiu një hadith, nuk do të thot patjetër me transmetuar që ti me punu me te. Ja, ai kryen emanetin, ai din që ka bërç me shpërnda atë dije, pjesë e dijes ajo. Është fjala e Allah e Resulullahit, le ta ndëgjojnë njerëzit. E pastaj aponohet me të është meselë tjetër. Pra këta flasin, ata që kanë dëgjuar, natyrisht një herë për ta punu, por pastaj vërtetohet se këto hadithe janë bën nesх, janë anuluar. Për atë arsye edhe kanë rru fatvan mendimin vet. E sahabi kur ndron mendimin nga ajo që që ka transmetuar, punohet me mendimin e tij, nuk punohet transmetimin e tij. Ndërsa Ibn Humami thot, kjo nga se fatvaja e sahabijut në kundërshtim me atë që transmeton, është e nivelit sikur se po ai sahabi ta transmetoj argumentin e neskhit anulimit. Imam Maliku ka thonë, nuk kam dëgjuar se dikush nga sahabet e as nga tabiinët e Medinës që të ketë urdhëruar dikën, apo të ketë agjëruar, apo të jetë falur për dikën. Nuk kam dëgjuar kërkon që ka agjëruar dikush për dikën, e as që është falë dikush për dikën. E kjo, që thot Mulla Ali el-Qari, një prej dietarëve të vënshëm të Hanefive, e forcon kjo pra mendimi Malikut e forcon shumë argumentin e anulimit neskhit, e cila ka dalur nga legitimiteti të punuarit me te, nuk punohet me te. Dhe dispozita e mbetur në shariat është që askush mos të agjëroj për askënd, gjatë jetës së tij e as pas vdekjes së tij. Por jep sadaka për të. E me këtë mendim, japën fatva dhe një, wallahu ta'ala a'lam. Natyrisht, mendoj se kjo është një pjesë sa për këtë agjërimit e për lezimin e Kur'anit, është edhe më gjatë se kaq, e lojna ligjëratën arshme me emrin të madh të Allah Azza wa Jall, Zoti din më së miri, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. أكبر فوق كيد المعتدين